Ke 15 minuta këtu akoma s'ke mbaruar filxhanin e çajit, unë e mbarova timin. Ashtu është. Ti e mbarove kurse unë po e shijoj akoma. Ky ka qenë gjithmonë ndryshimi midis. Këta janë Will Clark dhe Elle Lewis, dy aktorë karriere, ish miq, të cilët nuk flasin me njëri tjetrin prej 12 vjetësh dhe që tashmë planifikojnë një rikthim në skenë. Në të vërtetë, Robert Ndrenika dhe Viktor Zhusti janë në realitet ndër aktorët më të suksesshëm shqiptar, por në këtë rast ende miq e që skenës i rikthehen bashkë kjo më larg se pas një viti. Arsyeja, komedia djemt gazmon. Ka shumë gjëra të përbashkëta, marrëdhënia e këtyre dy aktorëve me marrëdhënien që kemi dhe unë dhe kolegu im në jetë. Mosha e tyre është e prafërt, uroj që fati ynë të mos jetë fati i personazheve që kemi në shfaqje. Vepra që mban firmën e dramaturgut amerikan Neil Simon e që aktualisht është pjesë e repertorit të teatrit të famshëm Broadway, vjen në teatrin ton me regjinë e Sulejman Rushitit. Ish ministër i arsimit në Maqedoni, ish deputet dhe ish nënkryetar i Partisë Demokratike të Menduthaçit, Rushiti tashmë është përqendruar vetëm tek regjia, duke hequr dorë prej politikës për të sfiduar veten në teatr. Qëllimi kryesor që e ka besoj çdo regjisor, që teksti dramatik, që komedia në këtë rast, që vepra dramatike të flasë dhe të rezonoj me spektatorin për cilin vihet në skenë. Ndrenikës dhe Zhustit i bashkojnë në këtë pjesë edhe të tjerë aktorë mes të cilve Elia Zaharia. Por nëse dyjet e skenës tonë do të shkëlqejnë apo jo, siç duan personazhet e tyre në të vërtetë, kjo mbetet për tu parë më 28 shkurt në teatrin e komedisë. Fotoprenda!